Sara Hoxha bën deklaratën që tronditi rrjetin. E vërteta për ndarjen me Ledrin. Blogerja Sara Hoxha ishte e ftuara e parë në sezonin e ri të emisionit Goca dhe Gra, ku foli për herë të parë hapur rreth ndarjes së saj me këngëtarin Ledri Vula dhe për mënyrën se si e përballoi këtë periudhë të vështirë, veçanërisht si nën. Në një rrëfim të sinqertë, Sara tregoi se vendosi të ishte drejtë dhe transparente me vajzën e saj, Poem Blue Point, për të shmangur krijimin e shpresave të kota. Vështirësi ka pasur, por unë zgjodha të isha e sinqertë. Këtë ma sugjeroi edhe një psikologe për fëmijë, të mos jap shpresë aty ku nuk ka më. Nuk ishte më pak e dhimbshme, por të paktën ishte më e shkurtër. Ajo shpjegoi se fëmijët kuptojnë shumë më tepër nga sa mendojmë dhe se është më me vlerë të ofrosh një perspektivë të shëndetshme se sa një iluzion të rrem. Nuk mbaron këtu. Ne prap jemi aty. Do jemi gjithmonë për ty. Je dhurata më e bukur për ne. Dhe je me fat, ke 2 ditëlindje, 2 prindër që të duan. Sara pranoi se është në një fazë të re të jetës së saj, një kapitull i ri ku ajo ndihet më e fortë, më e qartë dhe më në paqe me veten. Nuk kam ndryshuar si person. Jam ende unë, ndoshta edhe më e dashur se që duhet, por ndodhen disa gjëra njëkohësisht që ma ndryshuan këtë kapitull. Kam rigjetur veten. E di kush jam dhe çfarë dua. Ky rrëfim i Sarës u prit me shumë vlerësim në rrjet, për shkak të qasjes së saj të sinqertë ndaj një teme delikate që prek shumë prindër të rinj në ditët e sotme.